Përshëndetje shikues të nderuar të ekranit të televizionit Vojnë, mirë se takohemi së bashku në emisionin të rit në Fokus. Vërtet kam shumë nder dhe kënaqësi të kem sot në studio një djalë vërtet shumë të talentuar. Përveç se është një sportist i dalluar, një futbollist i dalluar, njëkohësisht ai është edhe një aktor filmi. Po ashtu dua ta ritheksoj që ai është edhe një student në Universitetin Donja Gorica në drejtimin ekonomi. Bëhet fjalë për Elez Axhović. Elez, mirë se erdhe dhe faleminderit shumë që pranove ftesën për të darë eksperiencat tua jetësore me shikuesit e televizionit Vojnë. Mirë si vëgjete dhe faleminderit për ftesë. Është kënaqësi e jona. Elez, dua ta filloj me një pyetje faktikisht direkte. Si është të jesh një futbollist profesionist dhe njëkohësisht një aktor në një film artistik? A ka pika të përbashkëta në këto dy bota? Po normal se ka do pika, sidomos në aktrime, si e kem për futboll, ka herë na lypet ndaj faul e kështu, atëherë gjithmonë më thonë më i miri je kur na lypet ndaj faul, ndaj penalti e kështu. Veç ato, edhe sigurisht fokusimi që na lypet. Si për aktrim, lypesh mu fokusua, mu fut në rol, gjithashtu edhe në futboll. Atëherë i kam bashkë pak ato dy edhe në rregull. Ti ke filluar futbollin që i vogël, sa vjeçar? Që është moshën 5 vjeçare. 5 vjeçar. A kishe menduar ndonjëherë të marrësh ndonjë ftesë për të luajtur një film dhe si ndodhi kjo? Duke qenë se edhe në film është goxha kohë, kanë kaluar pothuajse 5-6 vite që ti ke filluar me ato xhirime, ke qenë i vogël, themi kështu. Si e ke pritur këtë ftesë dhe e ke pritur faktikisht të ndodhë një gjë e tillë? Unë mendoj se na tonë si të vogël, tonë menojmë si kita kemë inxhiruar i film. Vete kam pas mundësinë dhe situatën si ma hap. A ken një audicion në Tuzë, në Kiç Malësia, dhe motrat më kanë për dhunë, si thohet, me shkua, me provua, edhe kanë kalua rrugë një mas tjetrit, edhe në fund, mas 2-3 muajve, fitova rolin. Atëherë dallova se, po bëhem aktor. Aktor, aha. Sa vjeçar ishe? Hala jam ken fillore, do më thënë në klasën e 9, jam ken 14-15 vjeç. Bukur. Ishte një audicion klasik, e fitove ti për diçka që ishe i veçantë apo çfarë ndodhi? Si mendon se arrite që ti ta fitosh atë rol në film? Me thënë drejtën nuk di, por producent kam pa folur me producent mas se kem marruar xhirimin e gjithçka, edhe vetëm ka thonë kem pas në plan një çun tjetër me allan rolin, atëherë kem dallua se tu kalua 2 audicione edhe prove e kem pas ke talent për këtë punë, edhe ashtu më kanë thonë atëherë, veç ju kam besua. Shumë interesant. Nga stadiumi tek seti i xhirimit, çfarë të ka bërë më shumë përshtypje në botën e filmit, do doja të dija, duke ndarë stadiumin me botën e filmit? Stia, është kënë interesant se krej ndrysh është, kur shkon në festivalet filmit, krej ndrysh janë, si me tha, si sinemat mëllaja, është e myllun, edhe ke me dalë në auditorium, edhe me folë, me publike. Shtu në fush nuk ke, veç një tifozat, një ke fatmi një tanë ato tifoza, edhe pak si ndrysh. Absolutisht. A ishte më vështirë të luaje një rol në një skenë, apo të përbadhesh me një ndeshje, me një skuadër super të mirë? Jo, më duke se me futbolla ma shtirë, se lypesh me keni pregaditur, lypesh me keni në fokus ta në kohën, edhe ditë para neshjes edhe gjithçka. E kështu me filme kam pas zdi shumë thjesht. Lezosha në scenarion, shpejt, u mësosha, u fuqa në rol, shumë shpejt. Pra ne më kanë thonë, je për këtë punë, por gjithsesi ti e ke parë vetëm më shumë në futboll. Atëherë filmi titullohet Obraz, ose ndryshe Nera. Është përfunduar, pra filmi është përfunduar, dhe këtë vit pritet që të jetë edhe në kinema tek ne, apo jo? Sa vite kaluan faktikisht që nga xhirimet e filmit? Qysh se ka nisë mu xhirua, kanë kalua bela 6-7 vjetë. Si e kujton ato periudhën, ato çastet e para, ditët e para të xhirimit, çfarë ndikimi pati ajo provoj personalisht tek ti? Te unë kene shumë interesant, se jam kene fëmijë i vogël, serios, edhe tankon këqysha gjanat rreth mese, si goditet filmi. Ato e kam kuptua me ta mënë se për një ditë xhirimi, një komplet ditë xhirimi, qysh në adhe deri mbrame, mund është me inqizua 2 minutë filmi. Edhe ata është diçka që im ka ba me metë, wow, 2 minutë film për i ditë.
Në tanë kemë menua edhe bele, hala menoj se filmi godit e shpejt, por jo, është një proces, edhe sidomos si fëmijë gjithçka kam këshyr, kam do me di se si bëhet. Çfarë po ndodh, çfarë po bëhet. Mirë, a mund të na tregosh pak më shumë për rolin që ti ke luajtur? Ishte larg nga karakteri yt real apo gjeje ngjashmëri me veten tënde? Roli jem i hera dasht muzet fëmija që din gjuhën Shqipe. Edhe në atë moshën që jam ka vetë, 13-14, edhe nuk ka ke shumë shtirë, se nera është edhe tema aktuale gjithmonë, sidomos në... Tek ne, tek viset tona, diçka e njohur. Edhe atëherë veç u fuqa në rol kuptosha se qa lypet me mba, sidomos Nikola Vukčević na ka nimua shumë, neve sidomos fëmive, na spjegote se si çka na lypet me mba, si muni, atëherë, veç atë që na ka thanaj e kem kalzua. Transmetua tek filmi. Mirë, si kanë reaguar bashk moshatarët apo dhe bashk lojtarët tu të futbollit kur mësuan që ti je pjesë e një filmi, a ka pasur ndonjë shaka apo nuk e di, ndonjë koment interesant që ti ke marrë? Ka pas shumë herë, se ma janë kene në copa, se filmi a gjirua shumë vite. Edhe në 2 vjetë kem gjirua i herë, atëherë mas 2 vjetë e prep, edhe veç ashtu. Edhe gjithmonë kur shkosha, gjithmonë prej fillimit, ti e aktor, kem harua. Edhe tërë sidomos si vjen koha, si do me dal filmi me 11, edhe ta në kohën tërë jam aktuale, si konstant del edhe në lajme, tërë ma shumë, tërë nuk më thirin ma futbolist, tërë i aktor. Aktor, shumë interesant. Pra me 11 shkurt do jetë në kinema, apo jo? Po, bukur. mujnë. Mirë, a ke marrë ndonjë kritike nga njerëzit të kinemas për interpretimin tënd, apo më shumë komente nga sportdashërsit që të kanë parë natyrisht në ekran apo që kanë pas mundësi që ta shohin filmin? Cilat kanë qenë ato komentet pozitive, negative, nuk e di. Ma shumë janë kënë pozitive, në fakt nuk ka pas negative, inshallah met ashtu, por apuna se kënë filmin shumë festivale, rreth botës, edhe shumica e familjes time që janë damë, kanë shkua, kanë këtyre edhe... Shikua, ata që jetojnë larg, po. Edhe tanë kanë pas do pozitive, argumente, komente, deri tash a kënë super, edhe i herë Manole në Gjermani, jam kënë festival të parë, ku e kam këqyr filmin parën herë, ma kanë lypi grua me mosh më të male autogramin. Vetë meta se i herë nuk më kanë njohë publiku kur kam dalë në skenë, se jam ma i rritu, e kanë vetë Nikolën, po e kanë vetë Nikolën, se kusha djali në skenë, edhe veç kur ju kanë thënë, atërë kanë shkoj ju aplauz. Edhe mas atë aja ke autogrami i pari, jemi edhe ata më ka met pak si... Po, në memorien tënde, bukur. Le të kthehemi pak edhe tek futbolli. Ke qenë pjesë e Železničarit në Bosnjë, tani je në klubin futbollistik Dečić, apo jo? Si e përshkruan rrugtimin tënd si futbollist? A kënë shumë naltje e ullje, si thojt, nuk e ti. Jam kënë në Titograd 3 vjetë. Para Titogradi jam kënë shkollën futbolit Malësia, të Davidi Camaj. Aty jam kënë 5 vite. Edhe masani kam shkollën në Titograd në Podgoric 3 vite. Kem fitua qa kem muaj me fitua në moshën të tonë. Dhe atërë më ka ardhë thirja e Dečićit, kam shkollën e Dečić. Në midis trejnimit në Dečić jam kënë disa herë në Zagrebën, proba në Dinamo. Faqkesisht nuk e shkrova kontratën se janë oldë gjana, edhe më thirën më shkuan Železničarën në Sarajevo. Atë jam ke vitin e kaluam, qysh janar deri gusht, edhe jam këthyë në Dečić prep, edhe a kënë shumë rrugë interesante. Mi ka hapë syt pak si ashtë futbolli, këtu edhe pak jashtë. Ndryshe, pa. Atëherë unë do doja të dija se cila ka qenë sfida më e madhe sa i përket futbollit për ty. Pjesa më sfiduese, deri më sot. Deri sot është kënë se jam konstant me shkollë edhe me aktrim jam kënë, edhe a kënë si mi bëhat gjithë shka. Të tria bashkë. Edhe a kënë shumë e shtirë, masane e kam kuptua se një regulohet gjithë shka lehet koha për gjithë cilën sfit për tyne, mundet mu arrit. Po. Unë do doja të dija a ke ndjerë ndonjëherë se pasioni për aktrim mund të largoj nga futbolli. A ka ndodhur një gjë e tillë? Jo, se ka pas situata si jam kënë të ngjyrua filmin edhe më kanë munua me më qua në Beograd, me vazhdua aktrimin, por pasioni mas futbollit nuk më ka lanë, edhe kam thamë
kjo ka boll për mua, një non herë me mësirë për prap në film, kisha thonë po, normalisht. Por gjithsesi primare ke futbollin. Cili është momenti më i paharrueshëm që ke përjetuar në fushë, po ashtu edhe në setin e filmit? Momenti më i bukur, do thoya, në fushë të futbollit dhe gjatë xhirimit të filmit. Në fushë të futbollit janë kanë dy. Momenti kur kam debutuar dhe kem çuar trofejin e Shampionatit Ligës Malizime Deçiq. Edhe momenti i dyta kanë kur e kam fituar kupën e Bosnës me Železničari 2005. E për aktrim a kanë momenti kur kallëzua filmin bar në qytetin që e kemi incizua shumicën e filmit, se jem kanë unë e Nikola në skenë, edhe mas filmit, sa ka krye filmin, a kem dalë në skenë, edhe publiku 2 minutë ka nejtë në kanë, të dorë të rëkitur, edhe të këshyrë publikun, kam pa shumicën të i shkua losë se sa janë prekun, edhe me ta manë momenti paharrueshëm. Shumë i bukur. A ka ndonjë figurë që të ka frymzuar qoftë në futboll apo në film? Dikush që të frymëzon, ndonjë personazh apo ndonjë futbollist që e ndjek me shumë dashuri, me shumë pasion? Po, gjithmonë për futboll e kam pas Neymarin, edhe gjithmonë më ka pëlqyer, edhe kam ndjekur, edhe aja ken ai. Në aktrim, jo, se ma vonë ka filluar, s'kam pas dike si thosha, du me kënë si frymëzues, po. Eles, ti vjen faktikisht nga një trevë që ka nxjerr talent në shumë fusha. Si e ndjen veten kur përfaqëson vendin tënd si sportist, por edhe në fushën e artit? Nihem si person i plotësueshëm. Nihem shumë, si thohet, pozitiv dhe jam i gëzuar me punën që e kam bërë, që njerëz besojnë në mua. Bukur. Nëse do vije në një pikë ku duhet të zgjedhësh futbollin apo aktrimin, cilin do zgjedhje? Ti e theksove deri tani që futbolli është primar, por përse? Ndodh diçka, ndodh ndonjë lëndim, larg qoftë. Ka ndodhur shumë raste që është dashur ta lajnë me një anë ndoshta futbollin. Do e vazhdoja aktrimin? Po, normal. Se, si thonë, myllet i derë, hapet dera tjetër. Në këtë moment, të dyja dyert janë hapun. Atëherë, normal se një ndodh diçka keq, do vazhdojmë në anë tjetër. Unë të pyes kështu edhe sa i përket futbollit, do doja të dija se cili është roli jot në fushë. Mes fushar. Mirë, a do pranoje një rol tjetër nëse të ftojnë për ndonjë projekt të ri artistik? Po, kam menuar, kur jam qenë i vogël, thosha jo, por tash jam i hapun për gjithë cilën ofertë. Po në të ardhmen, të shkon në mendje ndoshta në të ardhmen më vonë që pse jo të regjistrosh aktrimin, ta studiosh pak më thellë, më profesionalisht, të bësh diçka më shumë në këtë drejtim? Kam menuar, por tesh për tesh futbolli para opcion. Në rregull. Mirë, Eles, nëse fusha e futbollit është tapeti yt jeshil dhe premiera e filmit është natyrisht tapeti yt i kuq, ku ndihesh më rehat kur je në tapet të kuq apo në tapet jeshil? Elesi 100% është në fushën jeshile. 100%, por tapeti i kuq është shumë më i lezetshëm se nuk ke asnjë lloj nervozet, po veç je i gëzuar edhe duke shijuar duart trokitjen, famen dhe gjitha këto. Kush të jep më shumë emocion, publiku që brohoret në stadium apo duart trokitjet në sallën e kinemas? Pyetje mirë. Për mua i të kenë publiku në stadion. Publiku në fushën e stadionit. Mirë, në fush çdo gabim shifet natyrisht më një herë. Në film mund ta xhirosh skenën disa herë, apo jo? A mund të na tregosh, a ka pasur raste që ta ripërsërisësh ndonjë skenë gjatë xhirimit të filmit? Po, normal se në film gjithmonë shkon, nuk mundesh me të parën me kap skenën, por xhirohet më shumë. Për mu ka pasi skenë kur e kem xhiruar më shumë veç për punë producenti që ka lyp disa mënyre mu kallëzua skena, jo se a ba diçka keq, veç ka pas qef me i pas disa mënyre që i kam i kqyra cila do t'jetë më e mirë. Mirë. A ka ndonjë rregull të padukshëm në tapetin e kuq që të ka habitur, ndryshe nga ato të zhveshores të themi të futbollit apo në futboll? Jo, se tapeti i kuq me të mana i lezetshëm, edhe gjithë ka në rregull, kalon, bën foto, dhe se si thojnë, nuk ka gjatë tjetër.
Mirë, çfarë ke mësuar nga aktrimi që mund të marrësh me vete në tapetin jeshil në fushën e lojës? Ka ndonjë trik themi apo diçka që të ka mësuar të arruash shqetësinë, si për shembull? Po, se në aktrimin kam pas si një moment largohesh për të gjithëve, edhe ke 1-2-3 minuta për veti, la ty futesh në rol, le fokusohesh, le gjithka, le ata disa herë, edhe me futbol e kam përdor, le shumë kanë një mua, se jem mësua në kohë shumë të shpejt, mu pregadit për çka po të pret. Ti thes që faktikisht xhirimi i filmit ka zgjatur për vite të tëra. Ka pasur ndonjë moment që ke thënë do e lë, nuk do vazhdoj me xhirime, më është mërzitur, u bë gjatë, kur nuk po përfundohet? Jo, se na e kem xhiruar shpejt, veç ka i disa herë na kanë thirrë edhe ka do skena të vogla. Atëherë veç se shumë kohë ka kalua, tu e ba filmin bashkë, tu e montua. Filmi është i metrazhit të gjatë apo metrazhit të shkurtër? Është metrazhi i gjatë. Sa zgjat? 1 orë e gjysmë. 1 orë e gjysmë. Ti përmendë që ata kanë kërkuar një djalë që flet paksa të doja të zbuloj edhe disa pika, që din të flasë edhe gjuhën shqipe. Gjatë filmit ti flet shqip? Po, unë në film tankon foli shqip. Flet shqip, Po, se jam djalë një familje së madhe në atë fshat që a shqiptare. Shumë interesant. Dhe besoj e ke ndjerë të ka prekur i gjithë ky film ty personalisht? Jo, kur e kam xhiruar jo. Por të parën herë kur e kam pa filmin, e kam pa se unë një herë nuk kam ditë se jam roli, si thohet, kryesor. Edhe kur e kam pa filmin, se kam pa se jam 70% skenave, edhe kur e veta producentin në fund, e mban po, pas ke di se je roli kryesor, nuk kam ditë, thash. Edhe me ta mana kene prekshëm kur e shef filmin për të parën herë. Pra të gjithë ata të cilët dëshirojnë të shohin këtë film, do kenë mundësi të shohin në kinema, besoj do jetë për disa ditë, në Cineplex, në Podgoric, ku do kemi djalin ton nga Malësia, nga Tuzi Eleza Axhović. Mirë, atëherë Eleza, do doja së bashku të komentonim edhe disa fotografi, pra kemi natyrisht futbollin dhe kemi pjesën nga filmi. Ashtu që së bashku do i komentojmë, të mësojmë pak më shumë edhe përmes këtyre fotografive dhe vazhdojmë edhe bisedën tonë dhe disa pyetje të cilat të presin për të na u përgjigjur. Atëherë, shoh që kemi edhe video. Po, këtu jemi me cilën skuadër? Me skuadrën e Derqicit. Kundrejt kujt, të kujtohet? Kem luajtur kundra Stari Aerodrom, këto kenë para disa muajve. Kjo ka momenti veçantë ku kam debituar dhe kam çuar trofein. Kjo momenti kur e kem kallëzuar filmin për parën herë në Maltezi, a ken në Herceg-Novi. Ja, Eduard Trokitje, tja ku po vjen edhe Lezi, bukur, vërtet shumë interesant. Bukur, atëherë? Këta ndo fotografia nga kur na folte producenti e regjiseri si me... Ja, sa i vogël je o Lez, shumë djalë është i vogël, shumë vite kanë kaluar vërtet. Shumë interesant. Shumë interesant. Kryesori, aktori e doni me mua, nga momenti nga Herceg-Novi. Gjatë përshëndetjes tënde, ndaj publikut, ja të gjithë Eduard. Shumë interesant ake momenti. Shumë interesant, besoj edhe shumë emocionues. Po, si. Atëherë presim për të parë edhe fotografi tjera. Kjo momenti kur e kemi fituar kupën e Bosnës, në Sarajevo. Momenti veçantë, se kam shkuar diku jashtë dhe kam fituar trofein. Vërtet shumë sukses për ty. Po. Ndoshta edhe fati ka qenë në anën tënde, themi kështu apo jo? Po, thojmë se po. Bukur. Këta momenti më skuadrën që ja kanë shumë pozitive dhe kanë mirë pritur shumë bukur. Shohim që e ke numrin 4, apo jo? Po, numrin 4 e kam të shqyrë më kenë në shkollën futbollit të Davidi. Nuk e ke ndryshuar? Nuk e kam ndryshuar. Ka ndonjë rëndësi numri 4 për ty? Jo, se gjithmonë jam kena edhe numri i parë, por gjithmonë thosha numri 4 do ta maj, në futboll barem. Atëherë ja ku është Lezi sërish këtu? Këtu jam me gjyshin e film, dhe babin e film, dhe unë në midis. Vërtet shumë bukur, 3 breza. Shumë interesant, ja dhe këtu një tjetër kup. Po, jo, kjo kupi ku e shampionatit e Malizi. Malizi, pra, shofi me skuadrën e Derqicit. Kur kem lypër momentin me marrë na kupen me ba një fotografi, se ma të vogli. Shumë interesant.
Bukur, presim për të parë ndonjë tjetër fotografi. Ja? Këtu e me prindit e mi në Herceg-Novi për parën herë që e kanë parë ata filmin. Besoj ata janë shumë të kënaqur, shumë të lumtur Po apo jo? shumë të emocionuar janë kënë mas atij filmit se Të kanë mbështetur gjatë gjithë kohës. të gjithë kohën. Edhe baba i vitë me marë për mu këthy me isha të gjirua, në futboll. Edhe tankojnë ashtu. Këto momenti kur e kemi fitua me hecë rreth fushës Zhelezničarit në një neshje, u tonë publiku në 7.000 vetë. Tifozat 7.000 vetë janë qua edhe na kanë duar trokitë. Shumë interesant, vërtet. Atëherë, ja dhe një pjesë nga filmi. Po. Shoh që është edhe në gjuhën angleze përkthyer? Po, varet se në cilën shtet apo vend ku do paraqitet. Kanë përgatitur ata disa versione, bukur. Që të gjithë kenë mundësi ta kuptojnë. Po. Bukur. Ja. Ku jem ke i vogël. Kur që i vogël, shumë djali i vogël, gjatë xhirimeve janë shkëputur edhe disa fotografi. Kur e sheh veten, si të duket? Ke nostalgji? Po, pak. I të kanë bukur mu këthe prap me gjiru edhe me kanë ashtu në pik main focus, si thoi. Ja, sërish edhe një fotografi nga xhire që the famshme. Bukur, vërtet shumë interesant. Ja, nga fusha e futbollit në film shumë interesant. Dy profesione krejtësisht të kundërta, por ja që kanë të përbashkët. Kanë të përbashkët dhe nuk do thotë se nuk mund të gjehet e përbashkëta në çfarë do. Po, shumica e shoqëni si me kam gjetur në Sarajev, edhe se e këshyrshin e profil, edhe e këshyrshin se kam gjana aktrime, edhe më të veshin. Ku qa kjo film, edhe veçuriru thosha e kam gjirua kër jam kej vogël. Tonë ashtu deri në këto momente që i po del filmi. Po. Ja këtu edhe me përfaqësuese në Malit Zi? Po, kam pas disa herë që i kam fitu aftesën, a kenë normal momente veçantë. Sërish shofim numrin 4, pra nuk e ke ndryshuar as me përfaqësuese. Atje mundua me pasin. Je munduar ta mbash atë numër. Mirë. Këtu? Ky është momenti një golit si trajneri me thote nuk guzon me ba atë potet si thohet, edhe vetë me atë potet e laq gol, edhe mas kësaj foto shkon fotja të ja kalzua me gishte se mundet. Ja, pra nga njëherë ndodhë që të i dalim edhe kundër trenerit, Po, në kështu rast. Kundër prishmërive, po. Mirë këtu gjatë xhirimit, apo jo? Po. Shumë interesant. Shoh që janë edhe vendet që janë përshtatur edhe ambientet, edhe veshja, gjitha. Të gjitha janë goditur për atë kohë që... Për atë periudhë kohe. Që ja incizuar. Në momenti kur kam lëjë për Malin e Zi në fushën e Deqiqit e Netus, ku me tamam jam një si në shtëpi. Absolutisht. Edhe besoj aty ke dhënë ndonjë gol, ke qenë... Ja, i të s'kam dhënë gol. Nuk ke dhënë, po mirë, s'ka problem. Ke qenë gjithsesi një mesfushor i mirë. Bukur. Mirë, atëherë presim për të parë, ndoshta kemi edhe ndonjë tjetër fotografi interesante që mund ta komentojmë dhe të ndajmë se jo me shikuesit e televizionit bojnë në këto momente. Ja, pra presim vetëm disa qaste, të shohim nëse kemi edhe diçka. Ja, dhe një fotografi tjetër, shumica fotografive janë futbollit, po. Por janë momente të bukura, janë momente të gëzueshme, janë fitoret, arritjet, suksesi e kështu me radhë. Kur shohim futbollin, për ty cila është një nga skuadrat pak më problematike të themi kështu kur ndeshesh me të që nuk ke fort dëshirë që të ndeshesh me atë skuadër? Po menojnë për Maltezi? Në Maltezi, po. Sigurisht Budishnos është skuadra me male e Maltezi, edhe gjithmonë mundohesh me kemë më i mirë se ata. Po. Mirë, ja, shohim këtu që edhe shkruajtur për ty, që ke kaluar nga një skuadër nga Zhelezničari në Deqiq, dhe ja, një tjetër fotografi interesante. Kënë shumë interesant me pas sa është Liga e Bosnës e Male. Se s'kam ditur derisa nuk kam shku edhe kam pa në pamjen e parë edhe me ta mana kene veçanë se sa është i rritu në sporti atje dhe në që ka njeket. Ka ndryshim të malë midis mënyrës së lojës që zhvillohet atje dhe mënyrës që zhvillohet në Maltezi? Po, nuk ka mënyra tepër e madhe ndryshime, por është mënyra e tifozave, dhe njerëzve që jetojnë atje, se ka pas momente që në rrugë të nalin njerëzit, le të vesin si kalove në neshje dje. Edhe me të mani tu veç në tu zanol, por kështu me thonë atje gjithë kush vinë, gjithë kush njek edhe jetojnë për futbol, edhe kenë me të mani emocioni i bukur, me kenë pjesë
e di qa që i njeket aq shumë. Po, duke qenë se je për momentin në Dëqiq, ke ndonjë dëshirë për të transferuar doku tjetër, ke ndonjë pritshmëri? Po presim do oferta, tash për tash jem këtu, do normal ku do ta që jam kam qef me kallzua edhe koha ka me kallzua. Dje edhe duke studiuar, të bën problem edhe universiteti me futboll, apo të mirë kuptojnë besoj? Din me më mirë kuptua, por barabar gjithë cila lyp kohën e vetë, mundimin. Nuk ka si përpara në shkollë mesme ose të fillore, po të është shumë më serioze, absolutisht. Ja këtu kemi edhe një tjetër moment, nga filmi, ja këtu besoj janë të gjithë ekipi pjesëmarrës gjatë si aktor, producent, regjisor e kështu me radhë. Ja këtu sërish kemi një fotografi në futboll, ku është këtu duke u luajtur? Kjo është fusha Zhelezničarit në Sarajevo. Bukur. Po saj përket Sarajevës u ambientove me vendin? Shumë shpejt. Si të mikpritën, mirë? Po, të me të manë janë njërë si mirë presin të gjithë, një ndjerë mirë. Një ndjehur, dy të nditë si me paken në shpi, si me paken këtu, shumë bukur. Më bë qefi. Ka momentet si dëshiroj të shkoj edhe veç ti vizitosh, ke mbajtur kontaktet me shokët, me stafin, bukur. Ja pra sërisht kemi edhe fotografi të tjera, të cilat i kemi me kup, pra fotografi vërtet të veçanta dhe shumë të rëndësishme për ty. Atëherë, nëse do duhet të sjellje një bashkëlojtar në tapetin e kuq, cilin do merrje me vete dhe pse? Do një nga shokët, qoftë nga Zhelezničari, apo qoftë edhe nga klubi i futbollit të Dëqiqit? E kisha marrë me veti të ken Halili Kajoshaj. Aja është shoku im që sa vjetë kam trenirat vetë futbol, ka trenirat të laje me mua në klube i soj. Si në Malsi, si në Titograd, si në Dëqiq, veç a keni këj momenti 6 muaj që jam ke vetë në Sarajevo që si jem ken bashk. A ken që shën fillim, do t'jetë dherë në fund. Mirë, po në qoftë se do kishe mundësi t'ja jepje njërit nga shokëve rolin tëndë, kush mendon se më së miri do e luante rolin tëndë? Kërkush unë. Askush vetëm ti, në rregull. E kundërta, nga aktorët që ke njohur në film, cili do ishte më i mirë në fush, sipas teje? Do ishte më i miri mes fushor, do të zëvendësonte ty më së miri? Bela aktorët, jo, por i ka pas shumë njerë që i kanë punua jashtë skjenës, kamerave, pra nuk janë parë në kamera. Që me të manë që luashim në momente ku nuk gjiroshim, edhe janë kënë fantastike, dhe më thoshim, unë dash me kënë dikush. Në rregull, mirë. Në tapetin jeshil ke trajner, në tapetin e kuq ke regjisor. Cili është më kërkues dhe cili te ka bërë më shumë, të themi, më shumë të ka kërkuar nga ti, më shumë presion? Kisha thënë se producenti. Nuk ka pas shumë presion, por në film një pët me kënë zistili detajl 100%. Edhe do me thënë përgjistin e në gjatë, thote kështu. Qerpikun, buzqeshjen, gjithë shka lipet me kënë perfekt për me dalë. Pra mimika e ftyrës ka lëvizje. Vërtet shumë interesant. Sërish doa të kthejmë tek fotografit, çfarë kemi këtu? Vërtet shumë interesant, ja kur shoh kamerën e ulur poshtë. Ken momenti ku kameramani lypet me kap momentin kur çohen prej zoomit. Edhe aja keni këtë pozicion, edhe më mend se shumë shtira kanë mos më uqesh. Wow. Te pa do të mi hap syt edhe nuk guzon me këshyr drejt për drejt kamerën, edhe ku me këshyr kur i hap syt edhe syni shkon direkt në kamerë. Deshte apo s'deshte, vërtet shumë interesant. Ja këtu është, besoj në ndonjë kinema tjetër diku jashtë? Këtu a kenë momentin e barë. Në barë. Po, ku a kenë publiku i njohur me filmin. Në rregull. Atëherë këtu sërish ka pjesë nga filmi. Shoh se janë vërtet kena një mori fotografish, por ndoshta nuk është edhe mirë të zbulojmë gjithçka, të lëjmë që të shkojnë, ta shikojnë. Se ka mbetur shumë pak, edhe një muaj pothuajse dhe të gjithë do kenë mundësi vërtet të ta shikojnë nga afër. Ja një fotografi besoj shumë e dashur për ty, apo jo? Shumë e dashur. Me të mënë Nikola kenë si babai unë, sidomos ta me neve fëmijëve që jem kenë, sidomos me mua si kem pas ma shumë role, skena, moment i veçantë. Bukur. Mirë,
sërish dua të kthehem edhe tek disa pyetjet tona. Në të dy botat duhet shumë disiplinë, por edhe spontanitet. Duhet të jesh spontan, siç përmend edhe rastin që ke shënuar gol pavarësisht se trajneri të ka thënë që nuk mund të realizohet një gol i tillë. Si a del ti të balancosh, të jesh spontan si aktor me përpikmëri dhe futbollist? Gjithmonë më ka shkua, se e njekësha shkolla, e njekësha futbolin. Edhe atjer, kur erdi aktrimi, veç edhe futa edhe aktrimin, edhe isha spontan, por edhe isha profesionist. U mundohesha mi ba të në punt maksimum për me muj mi ba sa ma shumë. Dhe një pyetje vërtet shumë e rëndësishme, kur do të shohim ty duke ecur në tapetin e kuq me fanellën e ekipit në dorë, apo me këpucët e futbollit në dorë si simbol krenarie, duke qenë se në vend të parë ke futbollin. Mund të ndodhë diçka tillë? E ke menduar? I kjo nuk më ka rënë mend, por sigurisht i të kenë në tapet të kuq me këpucët e futbollit. Për me ditur të gjithë se futbolli janë numër 1. Edhe jam futbollist para aktrimin. Në rregull. Dhe natyrisht Eles do doja për ta mbyllur, si e sheh veten pas 5 viteve, me këmbë në fush, para kamerës apo në një botë krejtësisht të re të pa zbuluar ende? 5 vite janë me thëman kohë e male, edhe nuk dim që mund me prit, por dëshira ime i të kenë fush futbollit sa më të male, edhe gjana ma e rëndësishme me kenë krenar, ku do të që janë. Vërtet të falenderoj, ne krenohem me ty që vërtet na ke kënaqur me këtë rol, me këtë film vërtet shumë të bukur dhe i ftoj të gjithë që mos ta humbasin shansin dhe pse jo, të gjithë të shkojnë në kinema, të ndjekin këtë film i cili është vërtet shumë interesant, shumë domethënës, përcjell një mesazh shumë të rëndësishëm dhe kemi aty Eles Axhević, djalin ton nga Malësia, nga Tuzi. Faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit për thirrje. Të uroj shumë sukses. Shikues të nderuar, faleminderit edhe juve për vëmendjen. Natyrisht vazhdoni të qëndroni me programin e televizionit Bojnë Bashk. Mirupafshim.